Në këmbë as që provoj, këtyre shkallëve jam mësyu me makinë. Një 81 vjeçar derisa po ngiste një vetur të llojit Mercedes A-klas në mëngjes, u lëshua në drejtim të shkallëve historike spanjolle në Rom, megjithse të njëjtat nuk arriti që t'i përfundoj. Pasi ky u vërejte më pas u ndalua nga 2 roje të sigurisë, të cilat edhe e njoftuan policinë. Krejt këtë incident e gjiroi një punonjes hoteli që gjendet pranë këtij vendi. I moshuari që doli nga makina i veshur me kostum dhe kravat, i tha policisë bashkiake se mendonte që po shkonte në punë. Ky në vendin e ngjarjes u ndëshkua nga policia për këtë veprim, derisa rezultoi negativ për alkool. Makina e tij u hoq nga zjarfiksit. Të njëjtën, policia tha se dokumentet e tij janë në rregull, por që tani po shikohet mundësia nëse to duhet t'i merren. Shkallët historike në Rom janë duke u hetuar nga ekspertët e Ministrisë së Kulturës për të parë nëse automjeti u shkaktoi ndonjë dëm dhe në rast se ka ndodhur kjo, një raport do të dorëzohet në polici. Këto janë ndërtuar në vitet 1720.